Të dashur vëllezër e motra, këtë urim Krishtlindjes duam t'ja bëjmë së bashku të gjithë ne peshqvit e Shqipërisë. Do kishim dashur që në këtë urim të ishte pjesë edhe Zot Simon Kulli i peshqvit Safës, por jemi të sigurt se ai na uron Krishtlindjet nga qielli dhe lutet për ne. Secili nga ne ka një fjalë për t'u drejtuar popullit të Zotit që është në Shqipëri. Me rastin e festës së Krishtlindjes së bashku me bashkëvëllezërit e mi peshqvin, dëshiroj t'ju drejtoj të gjithëve një lajm shprese. Një shprese që buron nga misteri që po kremtojmë. Zoti u bë njeri dhe banoi ndër ne. Po, Krishtlindjen na kujton që Zoti është pranë nesh. Ai hyn në jetën tonë të përditshme. Bëti pranishëm veçanërisht atje ku ka vështirësi, pasiguri dhe vuajtje. Të kremtosh Krishtlindjen do të thotë të ndihesh praninë e Zotit, por njëkohësisht edhe ta komunikosh këtë prani të tjerët. Mos mundohemi të mendojmë vetëm për vetveten. Mos mundohemi të marrim, por edhe mbi të gjithë të japim. Mos kërkojmë të fitojmë gjithçka për vete, por e hapim dyert e zemrat tona ndaj të tjerëve. Vetëm ashtu, Krishti do të lindë e do të qëndrojë gjithmonë në jetën tonë. Populli që ecën në errësirë pa një dritë të madhe. E mbi këtë lugin të errët shndriti drita e fuqishme, e ke shumuar gëzimin, e ke rritur haren. Kështu thot profeti Izai në kapitullin 9. Kjo është përvoja e Krishtlindjes, përvoja e daljes nga një errësirë që prek njeriu deri në misterin e fundit të pakapërcyeshëm për atë që është misteri i vdekjes, siç ka shënuar edhe jetën e vllaut ton Simonit. Por ne e dim që në fe, kjo dritë shndrit. E Zoti nëpërmjet edhe ofertës së Tij shndrit në jetën tonë, e përballë këtij grazhdi në Betlehem, ku jemi të ftuar gjithë të kremtojmë, të festojmë, të sodishsim këtë Zot që shndrit në errësirat e ekzistencës tonë. Të bëjmë që edhe kisha jonë të mbushet me dritën hyjnore të Jezusit, populli ynë të dali nga fryma e errët, e çdo distance, çdo skujrajimi, çdo mungesë shprese. Puer natus in Bethlehem, Alleluia, und egadet Jerusalem, Alleluia, Alleluia. Të dashur vëllezër e motra, jam i lumtur që drejtohemi të gjithëve me rastin e Krishtlindjes së shenjtë, festë që kisha kremton çdo vite, duke përkujtuar lindjen e Zotin tonë Jesu Krishtit. Të përgatisim familja tona të pranojnë me lutjen e me gëzim ai që po vjen, shërbuesi ynë, Zoti me ne. Ndryshoni e kthehuni tek unë, thot Zoti. Ja lajmi që na jepet në këtë Krishtlindje të shenjtë. Si mund të gëzojmë në lamërimin e engjëllit që sjell lajmin e gëzueshëm të lindjes së Zotit të paqes. Nëse ne nuk jemi njerëz të paqeje, si mund të themi që i duam Zotin dhe e bëjmë vullnetin e Tij, nëse nuk jemi të gatshëm të falim atë që na bën një ofendim. Ky Zot i paqes që po vjen ka vdekur për ne e për mëkatet tona, për të rapetuar me atin. Gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar e përshumot Krishtlindjen. Zoti ju bekoftë dhe gëzuar Krishtlindjen. Nga zemra ju uroj të gjithëve gëzuar Krishtlindjen, përshumot. Zoti ju bekoftë.